Përshëndetje, shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në një emision tuaj dhe tonë Këshia Show. Faleminderit shumë publikut që gjithmonë i kem prezant. Por faleminderit të sponsorëve tonë atyre që e mësojnë këtë realizim. Është Medical Park ajo që më ka operu mu. Faleminderit shumë, është ujë si bura, po është prodhim vendor si edhe pije Aronia prodhim vendor. Shikues të dashur, sonte kemi kënaqësinë të kemi në një lidhje direkte nga Amerika një njerëz shumë të veçantë. Ai është kolonel, më herët ka qenë edhe ish ministri i punëve të brendshme të Republikës Shqipërisë, me neve sonte zotri Dritan Demiraj. Dritan, faleminderit shumë që pranove intervistën. Ju faleminderit për ftesën. Dritan, po besoj që edhe pse je në Amerikë, molli për atë nuk shuhet asnjëherë dhe ju jeni në rrjedha me situatën aktuale politike në Shqipëri. Çfarë mendoni për protestat edhe ngjarjet e fundit që po ndodhin në Shqipëri? Pa diskutim, edhe pse jemi në jashtë shtetit, pse jetojmë jashtë shtetit, një pjesë e madhe e shqiptarëve që jetojnë në Amerikë janë të lidhur shumë ngushtë me Shqipërinë dhe Kosovën në të njëjtën kohë dhe përrjelloj në të gjitha rastet kur ka nevojë për ndërhyrje, për mbështetje, për informacione, institucionet amerikane, ne jemi në çdo moment të gatshëm duke e bërë këtë punë. Sa i përket protestave të Shqipërisë, unë mund të them si fillim është një nga gjërat më të jashtëzakonshme që i ka ndodhur Republikës së Shqipërisë në këto 35 vitet e fundit. Është një shprehje tashmë e demokracisë, është një leksion që jepet gjithë Europës për kërkesat legjitime të një pjese kryesore të popullit shqiptar, i cili e refuzon qeverinë anti-shqiptare të Edi Ramës. Po çfarë thojnë mediat atje në fakt në Amerikë? Përkrahojnë më shumë protestuesit apo presidenti Trump përkrah më shumë protestuesit apo Edi Rama në fakt, kryeministrin Edi Rama? Atëherë një nga interpretimet më të gabuara, e cila sigurisht është narrativa e kryeministit Rama, është paraqitja e protestave legjitime në Shqipëri, të cilat janë pasojë e keqçeverisjes, e vjedhjes, e korrupsionit, e përfshirjes së një pjesë të madhe të grupeve trafikante në drejtimin dhe udhëheqjen e Shqipërisë, sikur janë protesta kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Absolutisht nuk ka asnjë të vërtetë. Protesta nuk ka asnjë lidhje me kundërshtimin e investimeve amerikane apo aq më keq kundër presidentit Trump, ndërkohë që nuk ka diskutim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ydhi polar për gjithë shqiptarët në Ballkanin Perëndimor. Pra ju po thoni që presidenti Trump nuk përkrah kryeministrin Edi Rama, por protestuesin në fakt. Unë nuk po them atë, unë thash që paraqitja sikur protestat janë kundër presidentit të Amerikës, të cilët e ka deklaruar disa herë presidenti Trump, është pjesë e narrativës mashtruese 24 orë dhe të propagandës qeveritare. Nuk pasqyron realitetin. Është gënjeshtër, është fake news. Në fakt, cila është marrëdhënia e presidentit Trump me kryeministrin Edi Rama? Flitet atje nëpër media, cila është marrëdhënia atyre mes vete? Ato që ka fliten nëpër media i kanë gjuajtur gjithë shqiptarët, një pjesë i mbështet, një pjesë i kundërshton, një pjesë e njerëzve i kupton mirë, një pjesë nuk i kupton hiç dhe një pjesë tjetër pastaj dëgjon gënjeshtat dhe mashtrimet e qeverive përkatëse. Kështu që lidhja midis presidentit Trump dhe Republikës Shqipërisë është një lidhje e një aleance të pasfidueshme, të padiskutueshme, dhe nuk është lidhje midis presidentit Trump dhe kryeministit, nuk është lidhje personale, nuk është lidhje biznesi, është lidhje mes dy aleatëve, pavarësisht asimetrisë të forcës të dy vendeve, lidhja e shqiptarëve me Amerikën është e pasfidueshme. A mendoni që në të vërtetë dhëndri i presidentit Trump u bë mollësherë e këtyre protestave apo është ndonjë diçka më e thellë ndërmjet Izraelit edhe presidentit edhe kryeministrit Rama? Atëherë nuk ka asnjë lidhje të dhëndrit të presidentit me këto ngatresa që u ka bërë kryeministri Rama. Vlen të analizojmë për teleshikuesit se Rama që në çastjen e parë kur e ka ofruar këtë ishull e ka ofruar duke i gënyer, pra duke i dhënë një kosto të pamerituar dhe të panevojshme presidentit Trump nga një anë dhe nga ana tjetër familjarëve të tij. Sigurisht që deklarata ndaj vajzës dhe dhëndrit presidentit që ishulli është privat
është një gënjeshtër si mira gënjeshtra të Edi Ramës, i cili duke qenë në siklet madh për shkak të keq qeverisjes dhe problemeve të mëdha që ka me agjensitë ligjzbatuse amerikane, europiane, por jo vetëm, përpiqet që të përdori komardaren e rradhës për shpëtimin e karrigës. Dhe pikërisht kjo është çështja në rastin konkret. Po flitesh her pas here edhe prej kryeministrit Edi Rama që për të protesta po hapet edhe në Iran edhe po përkrahet nga Iranin. Në fakt kemi pa edhe reagimet e tij të fundit duke e quajtur ish ushtar në ushtrisë ligjtare të Kosovës Dritan Goxhaj si njeri i Iranit. Çfarë mendoni ju në fakt? Është pjesë e propagandës edhe e asaj që njihet në Rusi dhe në Serbi si Putin's playbook. Rama si një pasardhës i ish nomenklaturës komuniste, që nga gjyshi, që nga babai, që nga daja, por jo vetëm, është duke ndjekur atë që njihet si maskirovska strategjia e gënjeshtrave, e mashtrimit, e dezinformimit. Dhe në këtë këndvështrim së pari, deklaroj që janë protesta të financuara nga Greqia, të nesërmen nga Serbia, të pasnesërmen pastaj nga Irani dhe jo vetëm. Së dyti, përpjekja për ta shkatruar protestën, për ta dëmtuar, për të ulur tempin e saj, duke keq përdorur dhe keq informuar emrin e luftarit UÇK, Dritan Goxhaj, nuk është asgjë më tepër se sa një gënjeshtër dhe një mashtrim, i cili në fakt ju kthye kundër, sepse i gjithë populli dje reagoi kundër mashtrimeve të tij, sepse Dritan Goxhaj nuk ka asnjë lidhje as me Iranin, as me propagandën me Iranit, aq më tepër populli shqiptar nuk ka lidhje me plutën. Por ajo që duket qartazi është një vëmendje e jashtëzakonshme e ambasadës amerikane, por edhe zyrave relevante, të cilat janë përgjegjëse për çështje të ndryshme në drejtim të vëzhgimit të kësaj proteste madhështore, demokratike, të lirë, dhe gjëja më e mirë e kësaj proteste, veçoria më e madhe është mungesa e shkeljes më të vogël të ligjit, të cilën urojmë që deri në ditën e fundit vazhdojë atje. Dritan, po në fakt a do të ndërhyjë shteti amerikan edhe apo presidenti Trump që ta stabilizojë situatën politike aktuale në Shqipëri? Në Shqipëri nuk ka asnjë destabilizim situate, ka vetëm keq qeverisje dhe këto protesta janë shprehje e vullnetit të popullit, e lirisë së shprehjes, e lirisë së lirë të protestës, të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin dhe e promovojnë në të gjithë botën. Dhe për rrjedhoj, unë nuk jam këtu për të bërë komente rreth politikës së Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendime, por ka lajm i mirë është që ka një vëmendje të jashtëzakonshme për këtë protestë. Nuk e di, nuk besoj, nuk mund të bëj asnjë lloj analize apo vlerësimi për çështje të tilla. Ajo që mund të them për shtetin e Izraelit është që ne si shqiptar nuk kemi absolutisht asnjë gjë kundër shtetit Izraelit, është një aleat i cili sfundmi ndaj Kosovës, me njërin e Kosovës, por jo vetëm, ka qenë një vend i cili ka mbështetur politikat e Shqipërisë. Së pari, së dyti, paraqitja e pavërtet dhe e dëmshme për ta paraqitur sikur populli shqiptar ka urrëtie ndaj popullit Izraelit është përsëri edhe ky një fake news, por ajo që na bën krenar është ajo që ka shqiptarët kanë bërë gjatë viteve, pra para luftës së dytë botërore dhe gjatë luftës së dytë botërore, duke mbrojtur jetën e çdo hebrej, gjë të cilën shqiptarët do të vazhdonin ta bënin, do të duhet ta bënin edhe sot. Po flitet shpesh herë nëpër media këtu në Kosovë, Dritan, që kryeministri Edi Rama nëse jep dorëheqje do të marrë azil politik në Izrael. Çfarë mendoni ju më fakt? Nuk kam asnjë koment për këtë çështje, sepse kjo është diçka që është çështje vendim personal i kryeministit Rama, por ajo që mund të them është një nga gjërat që na ka bërë krenar në gjithë botën, është mënyra se si shqiptarët i ruajtën, i mbrojtën hebrejt para luftës së dytë dhe gjatë luftës së dytë botërore, gjë të cilën edhe sot e kësaj dite populli shqiptar dhe unë personalisht e mbështes këtë politikë
dhe populli shqiptar nuk ka asnjë gjë kundër popullit izraelit. Po çka nëse Edi Rama nuk jep dorëheqje sipas juve, cili do të jetë skenari i radhës? Skenari i radhës është pjesë e vendimeve të atyre që drejtojnë protestën, një pjesë e madhe e të cilëve unë jam në kontakt me ta, dhe sigurisht si në gjitha protestat e tjera, protestat pastaj në rast se nuk zbatohen me kokëfortësi nga një qeveri e cila nuk i ka sjell asgjë të mirë kombit, të paktën këto 14 vitet e fundit, pastaj do të provokojë një eskalim të situatës dhe ju e dini që fundi i diktatorëve është tashmë i njohur në gjithë historinë botërore. Sipas informacioneve të mia nga njerëz të cilët janë pjesë e leadershipit të kësaj proteste, ka një mendim që data 2 korrik, e cila në fakt është një përsëritje e 2 korrikut të viteve 90, është e cila llogaritet dhe konsiderohet 2 korriku 26 si dita e ultimatumit fundit për çlirimin përfundimtar nga korrupsioni dhe nga anti-shqiptarët e rilindjes, e sektit të rilindjes. Atëherë sigurisht data 2 mendohet që mund të jetë fillimi i një metode ose një mënyre tjetër proteste e cila do të përshkallëzohet. Të gjithë diktatorët në ditët e fundit kanë tentuar të mos japin dorëheqjen. Fati i gjithë diktatorëve, të cilët janë treguar kokëfort ndaj popullit të tyre, masi e kanë vjellur, e kanë shitur, e kanë shkatruar dhe e kanë qeverisur, dihet siç ta thash pak më parë, është i pashmangshëm dhe fuqia popullore është më e madhe se sa fuqia për mbrojtjen e regjimit. Ja, në fakt qeveria po i dëgjon shumë mirë, është e tmerruar, do ju përgjigjet. Ju e dini se si kanë përfunduar gjithë ata të cilët janë treguar kokëfort. Mesazhi është ju mbështesim në të gjitha, çdo ditë, unë të paktën kam 13 vite e gjys që i bëj opozit çdo ditë jetës time kundër qeverisjes anti-shqiptare të rilindjes së Edi Ramës. I mbështesim, keni mbështetjen tonë, keni mbështetjen e Amerikës, keni mbështetjen e Bashkimit Evropian, keni mbështetjen e Kosovës, të Iliradës, të shqiptarëve në të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe mbar botës. Ky është një moment final për t'i dhënë shkelmin e fundit, për t'i quar në koshin e historisë të Shqipërisë të gjithë të njerëz që kanë shkatruar një nga vendet më të vjetra të Europës dhe një popull i cili me qëllim dhe me planizim po tenton të largohet me qëllim që t'i jepet pastaj fuqive tjera anti-shqiptare. Unë jam dakord me të gjithë politikanët që kanë shkelur qoftë edhe në mënyrën më minimale të gjithë pra ligjet e Shqipërisë. Kushdo që ka shkel ligjin, kushdo që ka bërë korrupsion, duhet përballet me ligjin, që nga unë nuk më mërzit fare, nuk lodhem, jam i pa lodhshëm. Okay. Ti nuk mjef nga atë. Dritan, jam i pa lodhshëm, jam i pa mposhtë. okay, Dritan, çfarë mendoni në fakt se po flitet her pas here që kjo protestë mund të shkaktojë dome në aspektin e turizmit të Shqipërisë, duke ditë që tashmë është sezoni i verës dhe njerëzit ndoshta kanë frikë të vinë të kalojnë pushimin në Shqipëri. Çka mendoni ju personalisht? Kam 2 përgjigje për këtë. Spari është gënjeshtër, është narrative propagandës Ramës për ta shtyp, për ta ul, për ta shpërndar protestën. Ju e keni parë që të gjithë turistët janë bashkuar. Së dyti, janë bashkuar protestët. Së dyti, është një leksion spektakular i Bashkimit Evropian nga protestuesit e moderuar, nga nënat, motrat, vajzat, djemt, nipat dhe mbesat shqiptar, të cilët po japin një leksion Bashkimit Evropian se si protestohet pa dhunë, me edukat qytetare, me kulturë. Dhe përrjedhoj pikërisht kjo qasje e kësaj rinie të mrekullueshme shqiptare, që është vjellur absolutisht që është gënjeshtër, kjo pyetje që mbot, nuk ka asnjë lidhje me dëmtimin e turizmit për 2 arsye. Së pari, Shqipëria po jep një leksion Bashkimit Evropian për mënyrën e moderuar dhe qytetëruar se si po protestojnë nënat, motrat, vëllezërit, nipat dhe mbesat tanë. Dhe së dyti, ju e keni parë që kjo është bërë një motivim ku të gjithë turistët e Bashkimit Evropian të cilët ndodhen në Shqipëri janë bashkuar kësaj proteste. Ajo që shkatron turizmin është ajo që i bëri Edi Rama vjet në kulmin e turizmit, kur i futi fadromat në jug, në Bregdet edhe në Theth.
ndërkohë që i kishte gënjur dhe premtuar të gjithë banorët që zhvillonin turizmin malor, tashmë një turizëm i cili është i shkatruar pasi ju volli votat dhe ja u bleu votat dhe pastaj ju çoi fadrobat. Dritan, a e pengon kjo futjen e Shqipërisë në BE, sepse në vitin 2030 Shqipëria do të jetë në BE. A e pengon kjo protestë futjen e Shqipërisë në BE? A e dëmton? Absolutisht, absolutisht. Ajo që e pengon hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është mënyra e qeverisjes e cila tashmë edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit, edhe nga Bashkimi Evropian i ka deklaruar që Shqipëria nuk plotëson asnjë kusht, dhe së dyti korrupsioni, kontrolli i krimit organizuar ndaj qeverisjes dhe përfshirja e trafikantëve të drogës në të gjitha investimet strategjike, ose e thon ndryshe, dhënia e statusit të investitorëve strategjik të gjithë personave të cilët po pastrojnë paratë e trafikut drogës në Shqipëri. Dhe ky është problemi i cili pengon zhvillimin dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe mungesa e standardeve në të gjitha fushat. Shkoni në arsimin, kontrolloni arsimin shqiptar, spitalet shqiptare, ekonominë shqiptare, kushtet në cilat, rendin dhe sigurinë. Dhe përjelloj, Shqipëria nuk plotëson asnjë nga kushtet. E vetmja pengesë është largimi i Edi Ramës, implementimi i një qeverie teknike një vjeçare, pastrimi i territorit të Shqipërisë dhe pastaj zgjedhje të lira dhe të ndeshme ku vullneti i qytetarëve shqiptar të përkthehet në Dritan, pyetja e fundit për ty, me që ke qenë ish ministri i punëve të brendshme, si do të reagonit ju në fakt, po të ishin në këtë kohë ministri i punëve të brendshme të Shqipërisë? Do t'i sugjeroja, gjëja parë që do të bëja, do t'i sugjeroja të gjithë forcave të policisë të mos ishin në shërbim të sektit anti-shqiptar të rilindjes, siç e kam bërë dhe në kohën kur kam qenë ministër. Së dyti, shkputja e lidhjeve të kontrollit të zinxhirit komandues të policisë nga personat të cilët kontrollojnë krimin organizuar, trafiqin e drogës, pastrimi i rradhëve policisë dhe një këshill shumë të sinqert kryeministit, dhënien e dorëheqjes me jashtëm. Jo, faleminderit. Gjithashtu